Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar praninë e tyre ushtarake në lindjen e mesme duke dislokuar avion luftarak, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe aeroplan mbajtëse me mijëra trupa. Sipas ekspertëve, kjo lëvizje ka shtuar tensionet me Iranin dhe ka rritur gjasat e një përballjeje ushtarake. Presidenti amerikan Donald Trump e kishte paralajmëruar më herët se mund të ketë sulme ndaj Iranit pas shtypjes së përgjakshme të protestave antiqeveritare atje, ku u vrang me mijëra persona. Edhe pse së fundi një pjesë e këtyre kërcënimeve është tërhequr pjesërisht, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e një aksioni ushtarak kundër Republikës Islamike. Ekspertët vlerësojnë se grumbullimi i forcave amerikane dhe stërvitjet detare në rajon po e shtojnë presionin ndaj Teheranit dhe i japin Washingtonit më shumë opsione sulmi. Sipas Farzin Nadim nga Instituti i Washingtonit për politikat e lindjes së afërme, ky është një sinjal se SBA-ja është e gatshme për ndërhyrje dhe ka vendosur kapacitetet e nevojshme në terren. Aeroplan mbajtësja USS Abraham Lincoln së bashku me disa luftanije dhe mbi 5.000 trupa është nisur drejt rajonit, ndërsa avion luftarak F-15 janë dislokuar për forcimin e pranisë ajrore. Po kështu forcat ajrore amerikane kanë paralajmëruar stërvitje disa ditore për të demonstruar aftësinë e tyre operacionale.